pak ditë më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bombarduan disa, ose më saktë 3 prej impianteve bërthamore të Iranit. Mund na flisni pak mbi operacionin që u zhvillua dhe, po themi, avioni që u përdor, bomba që u hodh, taktika që flitet që është përdorur për të përhapur, po themi, hutim tek publiku. Një nga operacionet më të mëdha, më të kushtueshme të bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë një ndërhyrje në një vend që është i përfshirë në luftime, siç është Irani me Izraelin. Dhe ndërhyrja duhet vinte në atë moment, edhe pse kishte paralajmërime, sipas zotit Trump, që mund të ndërhyjë dhe mund mos ndërhyjë, dhe dha kohë 2 javë që palët të kishin mundësinë të uleshin në tavolinë për të riparë marrëveshjen lidhur me armët atomike. Por pritej që një sulm i tillë të ndodhte, dhe ajo ndodhi pikërisht në një orar kur ishte fundjavë. Ora e sulmit ka qenë pas orës 12, rreth orës 2 të mëngjesit. Janë përdorur avionët më të shtrenjtë për herë të parë. Janë përdorur në disa vende, por kryesisht në këtë rast me bomba të atij kalibri, të cilët janë të një tonazhi rreth 12 ton, dhe thellësia e depërtimit tyre, të bombave tyre, është deri në 80 metra. Vendi ku do të goditeshin ishte një vend shkëmbori, një shkëmb të veçantë, dhe nuk ishte aq e thjeshtë për të bërë një operacion të tillë. Sigurisht manovrat ishin shumë të rafinuara, bën tentativa për të bërë një lëvizje në drejtim tjetër, u ndanë në 2 pjesë, kanë marrë pjesë disa operacion, disa avion, dhe janë bërë goditje me raketa dhe nga nëndecët apo nga anijet, të cilët kanë qenë të dislokuara në distancë. Shpërthimi i këtyre bombave është i ndarë në 2 pjesë, pra rënja e lirë, e cila krijon shpërthimin e parë, dhe në moment që arrin në një thellësi të caktuar, bën shpërthimin e dytë. Gjë që jep mundësinë e prishjes së një strukture në një thellësi të caktuar deri aty ku mund të hyjë kjo lëndë shpërthyese. Është një operacion i cili më shumë se sa mbështetjen ndaj Izraelit ishte goditja ndaj tentativave të Iranit për të krijuar armën atomike. Dhe si e tillë, duket sikur edhe lufta vet ka pas qëllim të caktuar, sikur edhe duket, ishte për të goditur bazat ku ato kishin fabrikat apo laboratoret e prodhimit dhe pasurimit të uraniumit dhe inteligjencën ushtarake, goditjen e forcës drejtuese të drejtimit të ushtrisë. Kemi pasur 3 komandantë, janë vrarë disa shkencëtarë, të cilët kanë marrë pjesë në pasurimin e uraniumit. Dhe kjo ishte një nga goditjet më të mëdha që i mori Irani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila sipas Iranit është përfshirë drejt për drejt në luftë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Pas kësaj, ta mendoni që janë shuar shpresat e iranianëve për të pasur një bombë bërthamore, pasi ka edhe raportime që ndoshta, po themi, e gjithë hasasia që ishte nevojshme për të prodhuar bombën bërthamore e uraniumit ishte zhvendosur. Pra, në momentin e godit nuk ka qenë aty. Këtë e thonë iranianët, këtë e thonë shërbimet e tyre. Jemi në një luftë hibride, është normale që ata do të thonë një gjë të tillë, por kjo është për të verifikuar. Shërbimet e inteligjencës Izraelit, po sigurisht dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do jenë gjendje që nëpërmjet pamjeve satelitore të kenë mundësi të verifikojnë, janë parë në këtë bazë, në këtë vend strehim, mjetet të cilët kanë lëvizur, një pjesë e tyre duket sikur mbyllen dhe përforconin hyrjet e tyre, por mund të ketë edhe lëvizje, por ajo çfarë të shqetëson më shumë është fakti që një zyrtar i lartë i Rusisë ka deklaruar që mund të ketë dhe kombe të tjera që mund ta pajisin me armë Iranin. Pra kjo nënkupton që mund të jetë Rusia, Kina apo ndonjë vend tjetër që mund t'i japi koka bërthamore dhe Irani mund t'i përdorë. Kështu që e ka prodhuar apo mund ta prodhojë. Mund t'ia japin për ta përdorur apo jo. Ky është një problem shumë delikat dhe e vetmja gjë që mendoj duhet ndodhë është ndryshimi i sistemit. Goditja për të krijuar ndryshim të sistemit, sepse ky sistem, pavarësisht nga vonesat,
tashmë kanë gjithë motivin e duhur për të përdorur armë ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, goditje ndaj tyre, Izraelit sigurisht duke intensifikuar sulmet dhe nëse do ta kenë mund ta përdorin ndaj Izraelit armën bërthamore. Kemi pasur disa paralajmërime të ambasadave amerikanë në gjithë botën për shtetësit e tyre. Sa rrezikojnë amerikanët nga ndonjë sulm i mundshëm hakmarrës i Iranit? Grupet terroriste dhe grupet e sabotimit është një nga armët që përdor Irani në botë. Dhe është një nga shtetet që është investuesi më i madh ndaj terrorizmit në botë. Ne pam rastin e sulmeve që sulmuan kullët binjake në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi parë akte terroriste. Terroristët nuk kanë fe, nuk kanë nacionalitet, po janë grupe të cilët janë grupe ekstreme, ekstremistët të cilët financohen dhe Irani si tillë do t'i përdorë ata për të goditur brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, për të goditur vende të tjera late, po kryesisht ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, po dhe anëtarë të tjerë, të cilët sipas tij ka kryer një hartë ku në të përfshirë Shqipëria, që do të godas si grupe të cilët mbajnë anën e amerikanëve dhe në Shqipëri mbështesin opozitën e strehuar për opozitën iraniane. A ka shanse që në këtë luftë përfshihen edhe vende të tjera të mëdha siç është Rusia, Kina apo edhe Turqia? Në pamje të parë duket e vështirë përfshirje drejt për drejt tyre, sepse dhe ato kanë probleme. Problemi i parë, Rusia është në luftë me Ukrainën. U duk sikur do ishte një operacion sipas tyre i shpejt dhe do të merrte kontrollin e territorit, por nuk arriti, një kohë shumë e gjatë, një luftë e gjatë e cila e ka dëmtuar dhe ekonomikisht, si në numër forcash, mjetësh dhe nga ana financës. Kujtojmë që një pjesë e armatimit ka dhënë nga Korea e Veriut, ka marrë armatim siç janë dronet, por dhe raketat supersonike nga Irani. Dhe ka patjetër probleme edhe vetë Rusia dhe çdo lloj fronti tjetër që mund të hap do të ishte shumë e vështirë për ta përballuar. Kemi Kinën e cila në këtë moment synimin e saj e ka ke Tajvani. Gjatë gjithë kohës provokon dhe kërkon që të marrë me forcë ishullin dhe çdo ndërhyrje këtu do të hapte një situatë ku lufta botërore pastaj nuk do të mungonte. Por ata mund të përdorin format e presionit dhe mund të mbështesin financiarisht, mund ta mbështesin me armatim, mund ta mbështesin me infrastrukturën e dur për ta mbajtur gjallë Iranin kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, kundër Izraelit dhe ta mbajtë zjarrt lindjen e mesme për të realizuar qëllimet e tyre. Zoti Softa, sa shanse ka që regjimi iranian të bie pas këtij sulmi? Gjendja e brendshme nuk është e mirë. Irani vërtet ka investime, por zakonisht diktaturat investojnë shumë dhe krijojnë një lloj diferencë ku populli vetë dhe populli në përgjithësi i vuajnë anën ekonomike. Dhe gjendja është jo e mirë dhe në çdo lloj veprimi që mund të bëjë Irani, duke filluar që nga ngushtica, bllokimi i saj, vërtet do të krijojë një bllokim të ekonomisë botërore, do të krijojë kriza, por dhe vetë do ta vuajë shumë këtë lloj vetë izolimi për shkak të vetë mbylljes së ngushticës për cilën ai pretendon ta marrë në kontroll. Por nuk dim veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk besoj se do të ndalojë këtu, do të ketë disa veprime. Me sa di, përveç këtyre bombardimeve kanë kërkuar të godasin edhe vendstrehimin ku ndodhen burgjet, ku ndodhet dhe opozita apo kundërshtarët e regjimit të Teheranit dhe mund të ketë lëvizje nga shërbimet kryesisht të Izraelit, po dhe vetë Shtetit Bashkuar të Amerikës, për të aktivizuar forcat e brendshme për të krijuar një revoltë popullore e cila mund të arrëzojë sistemin. Flitet që tani për zëvendësimin e liderit të tyre, janë zërat brendshëm, ku ata mendojnë që një njeri i asaj moshe nuk ka energji, nuk ka mundësinë, është vetë izoluar në një bunker bashkë me familjen dhe mendojnë zëvendësimin, por zëvendësimi do jetë thjesht midis atij grupi klerikësh të cilët bëjnë përzgjedhjen, apo mund të jetë një pranverë, po e quajmë, ku mund të kemi ndryshime, ku ngritja dhe revoltat e qytetarëve të Iranit mund të kërkojnë rrëzimin e regjimit.